Autoblindat ushtarake të prodhimit shqiptar Shota tani do të prodhohen edhe në Kosovë. Njohësit e sigurisë thonë se kjo marrëveshje është në kuadër të plotësimit të normave për t'u antarësuar Kosovën në Aleancën në Veri Atlantike NATO. Përveç në Shqipëri, tashmë autoblindat ushtarake Shota do të prodhohen edhe në Kosovë. Kjo pajisje ushtarake do t'i shtohet stokut të Forcës së Sigurisë së Kosovës pas marrëveshjes së dakorduar mes ministrave të mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe Piro Vengu. Këtë e konfirmoi për TVNI zëdhënësja e Ministrisë në Mbrojtje Liridon Agashi. Konfirmojmë se autoblinda ushtarake Shota e dizajnuar në Shqipëri do të prodhohet edhe në Kosovë, në kuadër të bashkëpunimit në industri të mbrojtjes të arritur përmes marrëveshjes trilaterale ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, që u nënshkrua në mars të vitit 2025. Sa i përket fillimit të prodhimit, ende jemi në fazën e aspektit logjistik të implementimit të kësaj marrëveshje. Megjithatë, lajmi i rëndësishëm është fakti që kemi dakordim me Shqipërinë që të fillojmë prodhimin dhe në Kosovë, deklaroi ajo. Këtë marrëveshje e shetë të dobishme ish deputeti i vetëvendosjes Enver Dugolli. Marrëveshjet e bashkëpunimit me Shqipërinë janë shumë të dobishme e shumë të nevojshme, sepse përveç që është shtet am, që im një popull, një kombë, është edhe një shtet antar i NATO-s dhe përvoja e tyre është shumë e nevojshme dhe shumë e dobishme për Republikën e Kosovës. Ne pretendojmë që të jemi edhe antar të NATO-s në një afat sa më të shpejtë dhe këto element janë një plus i madh, deklaroi ai. E njëjta mendojnë edhe ekspert të sigurisë, njohësi i kësaj fushë, Fatjon Softa, nënvizoi se kjo bëhet edhe për parandaluar çdo tentativë të Serbisë për të destabilizuar Ballkanin Perëndimor. Në krijimin e një bashkëpunimi për një mbrojtje edhe kolektive në rast të ndonjë situate të mundshme që mund të agravojë në vendet ballkanike, dhe kjo shërben më parë, mbrojtja është alternimi i doktrinave dhe aleancave në kuadër të NATO-s për të përgatitur edhe Kosovën që në një moment të dytë të antarësohet jo vetëm për dëshirën e saj, por edhe qënien e saj që të jetë pjesë e Aleancës Euroatlantike. Autoblinda ushtarake Shota e projektuar si mjet MRAP, Mine Resistance Ambush Projected, ofron kapacitet transporti 2 antar ekuipazh plus deri në 8 ushtarë, blindim balistik BR7, rezistencë ndaj municioneve 7.62 mm, është i projektuar për mbrojtje të lartë ndaj minave dhe ndaj shpërtimeve deri në 6 kg TNT nën mjet, gjithashtu është i përshtatur për terrene të vështira, ka ulse anti-shpërtim, xhama balistik dhe sistem modern sigurie.